Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet dhe lavdimet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë, dhe salavatet e selamet me Muhammedin alayhis salam në ditën e bukur të xumas së datës 28 nëntor 2025 apo 8 Jumada al-Ukhra 1447 Hijri. Dikur më herët, disa detale të pamjes së jashtme të njeriut ishin garant i vlerave që ai apo ajo mbart në veten e vet. Por sot, a janë ata po ashtu garant i mirësisë së njeriut? Le të pyetemi me zë të lartë dhe të përgjigjemi. I dërguari i Allahut, Muhammedi alayhis salam, ka mbajtur mjekër dhe ka thënë: lëshoni mjekrat dhe shkurtoni mustaqet, duke u dalluar prej politeistëve. Si rrjedhoi, ky veprim i natyrshëm apo fitre ka mbetur dhe do të jetë i tillë sa të jetë njerëzimi. Qëndrimi më i butë rreth saj është se ajo është sunet, kurse pjesa dërmuese e dietarëve kanë thënë se ajo është vajib, pra është obligim për burrin. Fakti që dikush e keq përdoron mjekrën, a e hedh poshtë hukmin apo vendimin mbi të? Sigurisht që jo. Por a e zbehate? E zbeh bile edhe më të madhe. Në kohën e Sulejmanit alayhis salam, një zog e kishte marrë etja. Pas një lodhje të madhe, ai e gjen një burim, por rreth tij kishte shumë njerëz. Zogu priti derisa u larguan ato njerëzit, nga frika se mos e gjuan ndonjë fëmijë me gur dhe e vret. Pasi u larguan gati të gjithë, burimit i u afrua një njeri me mjekër. Në vete, zogu mendoi: ky duket njeri i mirë. Gjithë ajo mjekër është treguese e dëlirësisë dhe e pastërtisë së zemrës nga ligësitë. Sa diun, mjekra është simbol i urtësisë dhe i mençurisë. Do të zbres të shuaj etjen, sepse njerëzit e tillë nuk lëndojnë kënd. Me të zbritur tek burimi, pa e futur mirë sjepin në ujë, një gur e qëlloi në kokë dhe ja qorroi synin. I tmerruar, zogu fluturoi dhe iku drejt e tek pejgamberi Sulejmani alayhis salam, të cilit ju ankua për këtë që i kishte ndodhur nga ky burri me mjekër. Sulejmani alayhis salam urdhroi ushtarët që ta gjejnë dhe t'i sjellin para tij burrin në fjalë. Pasi e sollën, Sulejmani alayhis salam e pyeti: "Përse e gjuajt e zogun dhe ja qorrove njërin sy? A kishe ndonjë shkak që veprove diçka të tillë?" "Jo, për qef", ju përgjigj burri. Atëherë i dërguari Sulejmani alayhis salam dha urdhër që edhe atij njeri t'i qorrohet njëri sy, mu ashtu siç ja kishte qorruar edhe ai zogut të gjor. Kur e dëgjoi zogu këtë vendim, e thiri Sulejmanin alayhis salam dhe i tha: Jo, i dërguari i Zotit, mos ja nxirrni syrin. Në vend të syrit, hiqjani mjekrën, sepse është pikrisht mjekra ajo e cila më mashtroi dhe unë i besova." Vëllezër dhe motra, me këtë që thash deri tani, nuk e pata fjalën thjesht vetëm për mjekrën. Si mjekrën, le ta marrim këtë dukuri edhe për secilin veprim tjetër, qoftë ajo shamia tek gruaja, namazi, agjërimi, zeqati, haxhi, umra. Le të mos e mashtrojmë veten edhe të tjerët me aparencën tonë, me dukjen tonë të jashtme. Nuk ka asnjë dobi prej këtyre veprave të jashtme nëse ato nuk përputhen me të brendshmen tonë. Ndryshe me thënë, nuk na bën dobi as mjekra, as shamia, as namazi, as agjërimi, as haxhi, as umra, nëse ato nuk e përmirësojnë sjelljen tonë dhe nuk na bëjnë të mirë. E lutem Allahun xhaleshanuhu që e jashtëmja jonë të përputhet me të brendshmen tonë. Deri në perlën e xumas së radhës, një selam i veçantë nga qyteti Lugano në Zvicër. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.